Nëse nuk kemi telefonat, ne nisim me pyetje tashme të dërguara në redaksi. Pyetja e parë bëhet kështu hoxha nderuar, thotë, a bën dhe a është gjëna të lutemi kundër atyre njerëzve që në vazhdimsi na bëjnë zullum, me fjalë, por edhe me vepra. Është fjala nëse ne kemi të lejuar apo nuk kemi gjëna të lutemi për shkatrimin dhe jo udhëzimin e tyre. Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kur themi për ata që bojnë zullum, këta zullumçar a janë për radhës muslimanëve apo për radhës jo? Nuk kemi të përmendur. Po, nëse jemi për radhës muslimanëve, atëherë me pa domethënë llojin e zullumit çfarë është. Se nëse është zullumi, domethënë se neve çdo sen që është e padrejtë që na bëhet, qoftë e vogël, qoftë e madhe, në një farë mënyrë ajo quhet zullum, edhe s'ka fije dyshimi. Kështu që ka mundësi nga një herë nëse është prej besimtarëve, ka mundësi që me ra ndonjë telashe apo ku ta diun, edhe mundet me bën ndonjë padrejtësi kundër teje, ndoshta bën atë padrejtësi me qëllim, ndoshta pa qëllim, ku ta diun, po në qoftë se themi për këta, nëse janë besimtarë, Allahu i udhëzoft, ndoshta do të ishte më mirë. Por në qoftë se këta e kanë shtu zullumin, edhe nuk po nalin, mjafton mi thonë neve, Allahu e boft atë që ka është më mira për neve, Allahu mart hak. Edhe kjo është mjafton. O Zot, po të drejtohen aty, nuk po mundemi përballu zullumit këtyre personave, o Zot, ti din çka me bë me ta. Njëjtë rast ndodhi në kohën e pejgamberit alayhis salam. Një person po i bën shumë zullum kujshit vet. Edhe pejgamberi alayhis salam po shkon, ky shoku po shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thoi dërgumi i Allahut, thot nuk kam gjendje të mirë prej kujshisë. Edhe thot shko dhe bën sabër. Ditën e dytë gjithashtu, ditën e tretë gjithashtu, edhe tretën herë thot pejgamberi alayhis salam, përderisa nuk po mundesh më me duru se u tepru, atëherë thot merri plaçka që ai kin në shtëpi edhe që të jashtë. Kështu e këshilloj. Edhe kur filloj me i marr, jo to senë që ka mbrenda shtëpi, me nxjerr jashtë, në bër, ai i pari që ka lënë aty ishte kojshia. Thotë çfarë duke bë, thotë vallahi, thotë kon vet pejgamberi alayhis salam dhe më ka thonë me bot një të gjë për shkak të zullumit që e kam bën. Thotë kthehu se vallahi prej sotit as të keqi për mes me pas. Çfarë reflektimi, ja? Po, pse është në pyetje se kanë janë do karaktere që kur të prek njërin karakter që nuk ka qef fort, se ky nuk ka pas qef me marr vesh se ky është një zullumçar, ku ta diun. Po tash kur po del jashtë, edhe po del mu marr vesh e vërteta se sa i padrejtë është ndaj kujshisë, atëherë tërhequ po thotë se unë ndalna edhe më prej me jetë keqe s'kime pas njëherë. Tash, në kohën e pejgamberit kjo ka qenë një gjë e tillë. Po në këtë kohë mundemi me gjetë ndoshta ndonjë, ashtu më thon, ndonjë vepër apo ndonjë diçka, ndonjë mënyrë tjetër që të jetë si mësim për këtë zullumçarin që të ndalë zullumin ndaj vetës ose ndaj tjerëve që është duke bë. Po nëse prap nuk e ndal, atëherë me plot të drejtë kemi të drejtë me shku dhe mu anku, në vende domethënë ku ankohen. Qoftë polici, qoftë në për gjona tjera, organet përgjithëse që janë, pa absolut edhe kur një të keqë s'ka hiç, po në qoftë se edhe mas krejt kësaj, s'ka hiç, nuk reagon askush hiç, atëherë patjetër që mundemi me bën një dua se edhe Allahu dhul xhelal i mallkoi pabesimtarët në Kur'an. Edhe i tha, mallkimi i Allahut qoftë mbi ta. Po mallkimi i Allahut qoftë mbi ta ishte për shkak zullumit që i kishin ata, për shkak të mosbindjes që i kishin ndaj Allahut edhe për shkak të lashëve që ja u sillshin muslimanëve, prandaj edhe Allahu xhelal i mallkoi gjithë ata. A si mallkim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që të mallkohen me njëri tjetrin, nisën e muslimanëve. Nuk bën thot me mallku askë. Nuk duhet mu mallku kërkush, po më mira është, siç thash edhe një herë, me u lut për të për udhëzim, po nëse veç ai është ka tepron, mjafton me thon fjala që çështja e Allahut, Allahu di çka më bën me ty. Edhe kur t'ja lën Allahu azza wa xal, di se me të vërtet Allahu tani e bën ato çka do të më bëj. Ndoshta pak vonohet, siç është ajo fjala, Allahu nuk harron. Allahu vonon, mirë po nuk e harron. Edhe këtu, do më thonë të vonesa, mos thuaj që çfarë ndodhi tek ndodhi, aja një ditë
ka më bë një diçka përderisa ti u ke mbështet Allahut edhe ja ke lënë këtë çështje veç Allahut, edhe nuk po mirësh me këtë punë hiç. Patjetër se ka më ndodhur një diçka që është të mirën tonë me lejen e Allahut azza wa jall. Shkojmë në pyetjen e radhës, si qëndron puna atyre që për teket veta s'flasin mes vetë dhe aq më shumë nxisin edhe të tjerët, nxisin edhe të tjerët për ftohje dhe prishje të raporteve familjare por edhe miqësore. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po përmend një hadith edhe po thot Allahu dhul xhelal çdo të ajte dhe çdo të hane Allahu i merr veprat e njerëzve. Edhe i pranon ose nuk i pranon. E ke parasysh se kur shkon njëri për shembull ka bën një punë dhe shkon zyre për me nënshkru. Tash zyrtari i nalt, drejtori, kush do koftaj, i vulos ose i nënshkruan ato që ka janë bë. Po kështu Allahu dhul xhelal veprat e njerëzve, çdo të hanë dhe çdo të ajte, Allahu dhul xhelal ja u jep shajën për mi pranu ose mos mi pranu. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç atyre dyve të cilët nuk janë duke folë me njëri tjetrin. Do të thonë këtyne as nuk shkojnë te Allahu azza wa jall veprat e tyne. Një transmetim thot as një pllon për mbi kokat e tyne nuk shkojnë veprat e tyne. Allahu as nuk po don mi pa veprat e tyne. A di çat më thon kur Allahu azza wa jall s'do mi pa veprat e tua, do të thonë s'po do mi ti pranu hiç. Hesësh nuk po ka çep me ti pranu hiç. Pse? Për shkak që nuk po i fol vllautën, po që është hala ma keq që po i nxit edhe tjerët që mos me i fol. Do të thonë është jashtëzakonisht e vështirë, shumë është e rëndë. Do të thonë çdo vepër e jote që bëhet, qoftë e mirë, qoftë e keqe, te Allahu është e papranueshme. Hatta yastaliha, deri sot pajtohen. E më i miri prej këtyne, thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, më i miri prej këtyne që janë të idhnuar me njëri tjetrin, më i miri prej këtyne është ai i cili fillon i pari me selam ndaj tjetrit. Për mu pajtu. Më i miri te Allahu është ai që fillon i pari. Se na kemi atë egon. Jo, pse unë mi fol aty, let vjen ai ton. Ne kemi na kët egon. Mirë po theje kët ego, shko ti i pari se te Allahu kemë kon më i mirë. Apo do me kon te Allahu më i mirë? Urtësia, vlera, shërbimi më i madh se ego. Shumë më i madh. Se problemi i kësaj është puna e egos. Egon do të me thy, egon do të me prish, egon do të me shkatru. E ku shkatrohet egoja, atëherë s'ka që del përpara. Çdo sen bëhet e mirë. E larg asaj Zoti mos e boft në mesin e familjes me pas Zoti mos e boft vëlla me vllon, baba me djalin, me çikën, me gruan, me nanën, astaghfirullah Zoti mos e boft se kjo është tepër e rëndë. Që fatkeqësisht po kemi jo pak. Ka dhe kësi rase, po, Allahu mos e bof që me kam për tyne. Po, si do që tjetë, ai që shkon i pari me i fol, ai ka me kanë më i dashur te Allahu. Mirë, po në qofse, unë shkoj, jemi të idhnushëm me ty, edhe unë vit të ti, po ti nuk ma hap derën, mos e nal, prap shkoj. Tregoj Allahu që unë jem ka du mu rregullu me vllahun, mu ndreq me ta, mu pajtu me ta, mirë po ky nuk po hap derën. Tregoj Allahu azza wa jall. E këto e bën duke i shku një herë, dy herë, qoftë edhe me disa herë, shumë herë, po. Do të thonë, mundohu që këto jo për në gjë tjetër, vetëm ti tregosh Allahut se unë jam gjendje për mu pajtu, po ky s'është ata. E në këtë rast, e tërë bara ka me met ai personi. Kejt barën e merr tani ai. Jo ky që po do mu pajtu, po ai që nuk po do mu pajtu. Prandaj është me të vërtetë shumë të rrezikshme kjo. Tash ti veç llogaritë ti gjitha ti punon, vend kur vjen me marr rrogën, sot dhe çatje del dikush dhe ta merr rrogën krejt. Gjithë atë punë që e bën e kush ka ai? Çka i hoq? Po kështu janë veprat. Nëse nuk flet me vllaun tën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, nuk duhet me zgjat më shumë se 3 ditë. Deri në 3 ditë, se 3 ditë ajo egoja fillon me ra. Ma ke bani të keqe ku ta diune, fillon me ra. Paramendot është subhanallahu Ebu Darda po fjaloset me Bilalin. Edhe po thot o i biri i Zezakës. Për çmend. Po ofendohet Bilali. Edhe Bilali shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon për rastin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzitet shumë. Po s'ka pas nevojë me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se po pi ftyrës tij se shumë është mërzit. Edhe kur e ka po këtë gjendje Abu Darda thot
e ka qitë kokën në tokë. Edhe ka thonë, wallahi, koka jam, s'ka mu që prej tokës deri sot vjen Bilali me kamën e tij me mashkel. Nuk ka mundësi. Edhe pse porësit ishin, do më thonë, në gjendje shumë të keqe, po tash egon e largoj. E zbuti egon, e qëtë krytën tokë, edhe thët pa arë me mashkel faqen, Bilali, me kamën e tij, kur për jetën e shona piktujt. Do më thonë, po dënë këtë gabim që e ka bo, po dënë me pastru. Me shly këtë gabim, mës me pas, mës me kani me këtë gabim. Një fjallë goje, Fjallë goje, o i biri i Zezakës. Në fundit, a ja kanë gjitë? Si kanë gjitë, Allah, se në Zezakë e ka posej. Ku gjithë keqës ka thonë, nëse këshyrë shto. Me përçme me ka thonë, është mënyra. Mënyrën do me thonë, qysh e ka thonë, këtu kom probleme. Ama, shife se si po pendohet. S'ka me bëha garen këtë përë. E shetë do me thonë që dhe pejgamberi a.s. për agan, atëri jo, dhe që ku më di që ka mënët me ndodhë. Ta shti logaritë mësë më të pranu veprat. Qysh e përmenë rasin, punën, dhe këtë rogat shkën të avjellë dikush. Që ka me bo tash me papa rogë, që ka me bo pa gjithat punë që e bone? E njëjta gjë është për personin i cili vepran, po asnjë nësi pranotiq. Asnjë Allah se pranon. Për çka? Pse u idhnu me vllahun e vet, nuk i flet, e Zoti subhanallahu mos e bëft të ju zoft, mishti dhe tjerë që mos mi fol se ja ku marr tash në këtë natë, asnjë mos i fol. Ja. Kjo zvanëç. Kështu Allahu dhul xhelal i ka përmend kopracat. Që i ka thonë, alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Ata leqen vet kopraca, po edhe tjerë ti ordnojnë që edhe ata mos me bëjnë. Se po fikën. Prandaj këshill do më thonë që sa më shpejt që të fillojnë do më thonë me u pajtu, po nëse dën kush do kohë për tyne, që nëse dën me kanë më i dashur te Allahu, le të filloni pari, le ta hek egon se na jena pak shqiptarë si kemi qef këto, po largoje egon, pështetjo Allah të azza wa xhel, shko fali vllaut, përqafoje vllaun. Në rast tjetër mu kujtu për shembull djali i Aliut radiallahu ta'ala anhu, nipi i Aliut radiallahu ta'ala anhu, e kanë pas një konflikt me djalin tjetër që ka pas për i grus tjetër. Edhe subhanallah, kur kanë shku mas këtij konflikti, u shku i ka marrë një kese, ka bledh diçka prej pemëve, edhe u shku. Taj, ja ka troki derën. I ka thonë, çfarë po? Thot, ti parzi, deri parzi ti më ofendove tash, thët vallahi, thët po, e kujtova këto që po i përmenëm. E kujtova ato se çfarë ka mundësi me ndodh mu, kështu që i marrë për mu pajtu. Të më thonë, le që ju shku me pajtu, për e ka bledhe një kese me pemë, që me i tregu se për në me kam seriozisht. Nuk kem ka bëjë gare. Allah në botë për tindë. Pyetje pak më gjësishme, po do të cila është vlera dhe shpërblimi i të lexuarit dhe në përgjithësi të dijes në Islam? Vlera? Vlera e leximit dhe e dijes në Islam, cila është vlera? Wallahi këto duhet me bëni temë të veçantë. Me lexumi dorë hakush pyetjet edhe një përmbledhjet. Sa i përket kësaj vëllai, kjo është temë shumë është e gjanë. Allahu dhul xhelal, ti veç këta nëse mundemi me kuptojmë esencën edhe mirësinë e kësaj. Allahu dhul xhelal fjalën e parë që e zbriti nuk tha beson në Allah. As nuk tha adhuron në Allah. As nuk tha bëhuni musliman. As nuk tha mos u bëni jahudi, mos u bëni pabesimtar, mos u bëni këto, po çfarë tha? Leco. E me leximin tani e mëson kush është Allahu, kush është Islami, kush është Kurani, kush është dija që duhet ta ndjekim atë dije e kush është dija që duhet mu largu prej asaj dije. Leximi. Problemet më të mëdha në shoqërinë islame që ndodhin është se jemi largu shumë prej leximit. Shumë jemi largu. Tash nuk e di sa është përqindja e vendit tonë, Kosovës, në aspektin e leximit, po nëse këshyr një përmas shumë si gjanë, përqindja shumë është e vogël. Se dia jemi përqindja. Nashta Zoti na rujt, nuk e dia jemi edhe ashtu që siç po thu. Leximi është gjëja më e bukur që mund të më ndodh. Me lexim arrihet çdo sa. Leximi është fryt, është dritë, është shpirt, jep zemër.
ajo etapa që e kanë përshkruar dietarët, thot pjesa e parë e diturisë, e nxënjes diturisë është mendjemadhësi. Pse kanë thonë mendjemadhësi? Se ke pati kur ti mëson disa gjëra të reja, duke Do të vetë pak më en. Pa, unë dikushi. Këtë për i din. Kjo pjesa e dytë, kur fillon me mësu do sene që ti si pas këtë ditë, pas ka rënë mend heq, atëherë fillon pak me trakje, ky niveli i mendjemadhësisë. Fillon pak me ra, edhe bëhesh një mënyrë, nuk bëhesh shumë i po. Pjesa e tretë, është modesti totale. Pjesa e katërt është nënshtrim krejt. Është nënshtrim krejt. Se sa ma shumë që thellohesh në ilm, në dije, aq ma shumë e merr vesh që ti ku gjëstim. Që është veç llogariti, subhanallahu, këto ajete që i përmenëm, këto hadithe që i përmenëm. Po para më sa ajete hadithe tjera që janë. Që nëse dim ndoshta. Tash për këto ajete, do me thonë që na sot i përmendëm, para nëse sa shokët e pejgamberit alayhis sa shumë i kanë zbërthy, i kanë komentuar mënyra të ndryshme. Mënyra të ndryshme. E tash ti kur lexon ato ti thu, kërkaj s'tem. Sa i kur e ka lexu, edhe gjëja më e bukur e leximit është kur të lexon me njëherë me vënun praktik. Omer radiallahu ta'ala anhu ka thënë, i kemi lexu edhe i kemi mësu nga 10 ajetet Kur'anit, edhe nuk i kemi marrë tjera derisa i kemi praktikuar të 10. Se vetëm leximi, nxënia e dijes nuk ka kurfar vlere nëse atë dije nuk e sjell në vepër. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, nuk ka mundësi asnjë hap me çit në ditën e Kiametit e pa të pyet Allahu azza wa jall dijen çysh e ke fitu edhe a ke punu me ta. Çfarë dije ke fitu edhe sa ke punu me ta. A u kon dije e hajrit edhe sa ke punu ti me atë hajr dijes tane, apo u kon dije e sherrit për mi nënçmu, për mi poshtru tjertë, edhe ti çfarë vepre ke bo. Se ka dhe kësi njerëz. Se do me thonë, mësojnë që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që janë shumë të rrezikshëm. Ne kemi dietarë që ka mohuar në zjarr. Mjafton kjo. Ajo po se pos, ato e ka po për shefatësi. Po ka tjerë do me thonë që i nënçmon që i ka përmend pejgamberi alayhis salam në hadith. Do me thonë ta janë shumë të rrezikshëm. Ai i cili mëson për me i nënçmu tjerë. Ai s'mundet me njes erën e xhenetit. Subhanallahu. S'ka mundësi me një erën e xhenetit. Sa këtë studimi i tij është që me shku kur t'ja bën një pyetje atij hoxhës apo atij dietarit apo atij shkencëtarit apo atij mësuesit, ja bën me qëllim që me nxon ngushtë. Në zonë kritik në po. Se ti unë ta bëj ty pyetjen po të s'dem me von përgjigjen. Ka dhe kësi njerëz, po për ta ka dënim shumë dëmshëm ditën e Kiametit. Dija ti kur fa vlerës ka. Prandaj çfarë po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka me të pyet Allah xhelal edhe dijen çysh e ke mësu, çka ke mësu, edhe çysh e ke praktikuar, sa ke praktikuar. Prandaj, sa i përket dijes, se ka thash është tema shumë është e gjanë, do me thonë, lexoni sot keni mundësi, po lexoje atë çka është e dobishme. Çka është e dobishme për këtë dunjë, edhe është e dobishme për ahiret. Mos lexoni gjëra koti, se tash interneti po çet gjithçka. Ke parasysh. Tash një me thonë, tash që po e shohim tash që ka dalë këtë chat, çfarë më thon këti LGBT-ja, tash ai për çdo sen ai përshkruan atje. Nuk është e drejtë Allah, se kështu nuk mësohet. Nuk mësohet, para më në pejgamberi Allahu dhul xhelal po thotë, kur t'ju vjen dikush një fasik është një musliman që ka gjunahe. Binebein fatabayyanu. Kur t'ju vjen me ndonjë lajm, shqirtoni këtë lajm është i saktë ajo. Mos e besoni çora. Besoni me njerë. Amo ky është musliman bre, po është gjunaçar. Amo për shkak gjunaheve tina vërtetoni një herë. Vërtetoni pastaj se mund me shtuar me hedh se ka mundësi për kësaj na mundet me bë fitnë të mëdha. Kështu Allah ka përmend surën Hujurat. Tash, ti po ja bën një pyetje dikujt që ti as nuk pe një hiç. Ai nështë të hajë përgjigjen e saktë. Haqe pezojnë pyetjen ta ka dhënë saktë. Mirë, po ana tjetër çfarë po thot pejgamberi alayhis salam? Dietarë që e kanë përmend kanë thonë, nëse dikush prej dietarëve, po edhe prej tjerëve e dhojnë një përgjigje, edhe ja kanë qëllu, e kanë një gjuna. Ja kanë qëllu këtë. Do më thonë, ti ma bën një pyetje, unë nuk e di, po hajt, nështë ta që është. Me hamendje. E ki një gjuna. E nëse nuk ja ke qëllu, i ki 2 gjunohe.
Se vepro si pasaj. Po normal, vepro si pasaj dhe merr në qafë njerin. Po çfarë duhet me thonë përgjigjen? Malik ibn Enesi, i medhhebit Maliki, rahmetullah alej, aju ka qenë dietar në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dietarët asaj kohe kanë thonë, përderisa Maliku është këtu, s'keni nevojë marrë na me na pyetje. Çaq dietari i madh u kanë. Mirë, po çfarë ka ndodhur? Kur u shku dhe kanë pyetur Imam Malikun për 17 pyetje, ka thonë nuk i di. Tër kur të këshyr anën tjetër, ma i sigurt është ai i cili thet nuk e di, se sa që ti e përgjigje për çdo sa. Pse? Se ky që thot nuk e di e ka sinqerisht Allah. Ky me sinqeritet po ta kallzon atë pyetje. Ja rond kjo edhe për nevesh. Marrë me thonë se di. Te na be po me thonë se di mo ta qesim X-in atje dhe mo kri puna jote. Si Po vetë do të shku dikon tjetër. Si puna e egës. Po, më shku në qytet tjetër ose në qytet tjetër se ti që aty çat rreth. Ti rapi për vini. s'ki mo vlerë çast madhe. Që kjo është shumë e ultësht. S'bën me ndodh kjo. Subhanallahu çfarë dietari i madh. Thash, edhe dietarët e tjerë kanë thonë kur është Imam Maliku këtu, s'ka nevojë na me na bë pyetje. Amo ky i thet 17 pyetjeve nuk i di. Nuk i vjen marrë hiç. Anën tjetër është më e sigurt ai i cili thet nuk di, edhe mësoj edhe të kallzoj, se sa ai tjetër që të jap një përgjigje dhe ku më dita e ka dhënë saktë apo jo. Do të rrëmbullaksu. Inshallah. Na vën hakun po. Kalojmë tek çështja pak familjare që po janë pjesë e pyetjeve hoq. Thot kush është përgjegjësi kryesor në familje dhe cila është hierarkia që duhet të ndjekur e respektuar për një jetë të shëndosh familjare. Pyetje të bën pak më ndryshe, po duhet më bëni përmbledhje. Edhe kjo e madhe. Gjë kjo pyetje po. Edhe kjo pyetje don ligjërat të tërë, po domethënë në hierarkitë familjes normal që rolin kryesor e ka baba. Për çdo problem, për çdo telashe, këti drejtohen babës. Prandaj, në aspektin e respektit ose afërsisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur është pyetur se kë ta miqësoj më shumë, me këtë ti afrohen më shumë, ka thonë pejgamberi son 3 herë nanës. Në herën e 4 ka thonë babës. Do të thonë me pas respektin që është kaq të madh për nanën. Moshkull dhe baba i vet, po të sjellë. Tash ana tjetër, për shembull se një gru nuk është, a ke pa edhe tash për shembull, edhe këtë kohë, edhe pse na po mendojmë apo thojmë se kemi jetë shumë përpara sene, po një gru së cilës i ka vdek burri, nuk llogaritet edhe nuk respektohet sikurse kur e ka dhe burrin. Nuk është respekti i njëjtë. Fatkeqësisht. Nuk është respekti i njëjtë. Edhe pse na po e quajmë tash këtë kohën bashkëkohore, këtë kohë që kemi jetë shumë përpara, kështu me radhë, mirë po, i vdes burrin nuk ka shumë respekt. S'ka respekt të mjaftueshëm. A kur e ka pas burrin, e ka pas respektin e duhur. Do të thonë që ajo umbrella e qësoj familje, Kulme. është, do të thonë që ky prindi, është baba. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Të gjithë ju jeni përgjegjës për kopën e juve. Edhe ka përmend burrin, ka thonë për burrin është përgjegjës për familjen e tij, edhe për kopën e tij. Pastaj ka përmend nanën. Ka thonë gruaja është përgjegjëse për pasurinë e burrit edhe për fëmijët e tij. Ama kur e ka thonë se përgjegjës për familjen kush është, e ka përmend burrin. Kurse përgjegjëse për familjen mrena shtëpisë, e ka përmend gruan, që është përgjegjëse për pasurinë e burrit, për nderin edhe të njëjtën kohë për fëmijët e burrit. Tash kur vjen puna te edukimi, përgjegjësia në farë mënyre është edhe prej burrit do të jetë edhe prej babës edhe prej nanës, atë nuk ka dyshim. Mirë po, në histori, ku të dush, lexon histori, shumica aty në burrave që kanë ecë shumë përpara, e kanë pas një gru mrapa që ju kanë nejt afër. Edukimi prej nanës sidomos është, subhanallah, është ai lloj edukimi që ata burra kanë, ata fëmijë moshkull kanë ecë shumë përpara. Buhariu. Janë bën dikush. Buhariu s'ka pas bab. Kush u kujdes për ta? Imam Shafiu s'ka pas bab. Kush u kujdes për ta? E shumë që i ka përmend. Pastaj
në këtë rast nona, po anën tjetër edhe baba, Omer Muhtari, i Libis, që kanë pas telashet me Italinë. Italia. Omer Muhtari, kur ka hinë atë tendën e vetë, grujave i ka thonë prit. Edhe ajo nalë, ka thonë prit. E ka kap tendën edhe ka qujtë pak ma naltë. Ka thonë që ta është hinë. Ka thonë, po çfarë dallimi? Ka thotë, ja, thot ti thot nuk guxon me ul kokën. Ti do të pos kokën gjithmonë nalt. Do të thonë, për një krenarit një burri, për një ecurit një burri, e ka një mbështetje dikon. Është një mbështetje. E çaj mbështetje më e madhe gjinët të një non, të një grua ndershme, të një motër ndershme, të një vajzë, të një çike ndershme. Pse se dhemshmëria te to është pak ma, shme thonë, janë të dhemshëm për antarët e familjes, ndoshta ma shumë. E ke po për shembull kur vjen për me u gjyku diçka. Nuk e hap gjykimin, në shumicën e rasteve nuk e hap gjykimin gruaja. Edhe pse tash kanë filluar domethënë, po te gratë është pak ma problem. Se një gjendje pak të rëndë si të sheh, ka mundësi e kapin ato farë ndjenjat, emocionet sene, edhe ka mundësi ose me shty seancën, ose ndoshta pak me zbutën problemin, ose Zoti na ruajt me dhënë vendim që edhe nuk duhet më dhënë. Si ai rasti për shembull ka qenë një gjykat me një shok të vetën, edhe po vjen një gru, edhe po fillon me çajt, aq shumë po çon. Po e kallzon një hall të vetën, aq shumë po çon sa që ky gjykatës i tha, s'ka problem, thotë vazhdo të e shohim herë tjetër. Tash ky shoku i gjykatësit thotë subhanallahu, thotë unë kum ditë që ti je burr i madh, po që s'ki pik rahmetin, shpirtin tënd se kum ditë. Edhe pse? Po subhanallahu, sa bani ti kaq, çfarë voje e bani edhe ti kaq thjesht, shko se e shohun më vonë. Tash ky i tha, edhe vllazërit e Jusufit kur shkuan te baba i vet. Kajtën valla. Krejt kanë kajt. 19 kanë kajt. Edhe rrajtën 18. Krejt ajo i shkonën domethënë e rrajshme. Subhanallahu. Domethënë, atë merren në vendim. E tash problemi është se ti më marr vendimin vetëm për njerëz anë, nuk është e drejtë. E tash në këto raste gratë janë pak më të dhëmshme. E ka mundësi në shumicën e rasteve me gabu për shkak të dhëmshmërisë që kanë ndaj njerëzve, ndaj një çajtmës, të një gruas apo ku ta di ndonjë halli tjetër, dhëmshëria që është ndaj tyre, prandaj edhe ka mundësi me dhënë edhe ndonjë një gjykim, Zoti na ruajt edhe të gabushëm. Kurse te familja për shkak të dhëmshmërisë që ka, domethënë ajo është në gjendje edhe krejt karrierën e vet me prish për me eduku fëmijën e vet, për me ecë përpara fëmija i vet, për me eduku fëmijën e vet. Nuk e ka gale për karrierën e vet. E te burrat nuk është bashkë ashtu. Se burri mundet me çu dikona ne, e gruaja ka këtë dhëmshëri. Edhe pse për fatkeq ka filluar që kjo dhëmshëri ka pak me radhë te gratë, po Allahu e shtoft këtë dhëmshëri se prandaj problemi sot që kemi telashin më të madh në edukimin e fëmijëve fillon prej familjes. Pse fillon prej familjes? Se si ti bën fëmija 6 muaj, 7 muaj, po i çojnë qerdhe. Unë nuk jam kundër që e çojnë qerdhe. Po midisi familjar është i bazuar shumë. Ai, domethënë, ai fëmijë që fillon me dalë qerdhe me pa dikën tjetër më shumë se sa që e sheh nanën e vet, ai fëmijë më nuk ka ngrohtësi për nanën, për prindin, s'ka për familjen. I vdes ai ndjen. Tani ai duke u rrit me këtë ndjenjë, larg familjes, larg babës, larg nanës, larg të afërmit vet. Edhe tash veç me ka dy s'po bojna më shumë, mos po ka dhe familje me kanë mu lidhen, subhanallah, ndjenjat po vdesin për familjen. Mo nuk po ka ndjenja, po shumë po jemi larg ndaj njëri tjetrit. Tash ti llogaritë subhanallah, ka raste që ndoshta kreti dim që kanë domethënë janë një rast që para sot dite bile më rastisi me 5 fëmijë një plak, të 5 kishin dalë jashtë, e kishin lënë veç vet, as gruan se kishaj. Subhanallah, ishte po shumë keq, domethënë as në gjendjen fizike, fiziologjike, domethënë shumë keq. Shumë keq. Domethënë ku janë ndjenjat? Ani, keni shku ju me punu, këtë në rregull është. Pse se keni marrë Allah? Edhe babën, njëri me majt pak, tjetri me majt pak, tjetri me majt pak. Ai majti të 5, se pa problem. Ky edhe jetën e dha për ta. Edhe jetën e dha dhe u shkri për ta, e tash më kthy shpinën kaq shumë, me një herë.
është pak e rëndë. E tash pse ndodhin këto, pse vdesin ndjenjat. E kur vdesin ndjenjat, atëherë sillen problemet, vinë telashet, edhe tash çfarë bëhet, çfarë pyetje bëhet, kush e ka rolin, a baba a nana? Jo, jam se s'ka, a është baba nana, se një problem me bë me ndodh, edhe vetë gruaja thotë çu dil. Po. Pse s'po del Ose gruaja? i biri filanit. Po. Për shembull kur dojna mi pas drejtat e barabarta që po kërkojnë. Pse kur asnjëherë një grua nuk del për shembull me punu kështu punë fizike që janë. Miniera në mala. Miniera në për malin, në për kutadion e gjona tjera. Pse? Po veç kur është pyetje te zyret, kur është në pyetje domethënë te këto punë që janë më të lehta, aty drejtat e barabarta. Po hajde këni pra ti bëjmë drejtat e barabarta. Hajde, bojna hamal. Te shefi Ti grojnë kolicës. Te burri. Ti mojmë thos në shpinë, ose ti grohëm ku diun e traktorit në për malin, në për kutadion. Me figura. Me figure, me ndërtu banesat larta sene. Kënina nuk po ka drejtat barabarta, po veç burrat letringe. Kur është pyetje të zyre, drejtë e barabarta. Këto shifët do më thonë se nuk është qëllimi i drejtave të barabarta, po qëllimi është që gruaja me dalë prej shtëpisë. Këto është qëllimi kryesor. E gruaja kur del prej shtëpisë, ajo familje ose ka me pas antar më pak, ose edukimi ka me kon më i vogël. Se si që thamë edhe njëherë, do më thonë një gru e cila prej 6 muajve e qenë fëmin e saj në qerdhe, edhe ma shumë e sheh mësuesja atje në qerdhe, se sa që e sheh nana e vetë, ati fëmijët kanë mi vdek në djenjat për nanën. A një ditë kur të rritët, 5 pare s'kam i dhonë për nanë vetë iqë. As që ka umërzit bile, as që e llogarit që e ka nanë bile. Sa tërë kur ka pas shumë nevoj për të, kjo nuk ju ka gjinë. Pse? Është në pyetje karriera e saj. E tash s'ka problem, bën e karrierën. E tash ti kur vjen me u plak edhe ki nevoj për dikë, për ka nevojë në karrierë? tash karriera ku met? Dole në pension. Kush të formatash mas pensionit? Kush po të formatash? Kush po ta formatë? Pensioni dishioner, his për të punë heq. Po, para sot kohën njëri tha subhanallahu kur isha kish punu me një zyre, tha kur isha në zyre subhanallahu vishin çdo ditë njerëz plot, lloj njerëz të jorti përshëndet, ka pas raste veç i marr me të përshëndet edhe ka dalë pi zyre. Gjë më shumë po. Ju më dalë tham pension, tha vallahi tha plot pi çaty njerëz, isha në rrugë vallahi s'm flasin. Shkoj përshëndet. Ku met karriera jote valla? Ku met që e dha ton jetën për karrierë? Ku met? Që tash, domethënë edhe njerëzit në rrugë të formosin. Pse? Se kur të lufton për karrierë, nuk lufton për fjalën e Allahut. Çfarë jetë karriera? Çfarë ka me met? Si të kryen karrierën mos një kërkosh. Se ti nuk e ke njoft Allahun kur dosht, e tash Allahu shto ta sjell. Shto Allahu tani ta sjell. Jo rastësisht piqojmë qerra tani më shpit plazhve edhe u kry filmi. Kry mohabeti. Subhanallah. Tani kjo një farë mënyrë që kjo se si zgjidhje e problemit. Nuk është zgjidhje kjo valla. Kurse anën tjetër që e përmendëm, për shembull, ka raste që një pjesë e fëmijëve kanë dalë jashtë, një pjesë tjetër kanë nejt, janë kujdes për prind, këtë rregull jemi, absolut. Ama me dal krejt, edhe me lënë fikalli vet prindin, unë nuk e di çfarë shpirti do të me pas, çfarë zemret të ngurt, të gurit do të me pas për m'ia kthy ashtu shpinën prindit edhe me dal. Se bëhem me shqiptar që gjendjes Ja, mos më shkon mendja. Kurrën e kurrës. Allah na fal. Po kemi një 4-5 pyetje, po veç jemi në fund të emisionit, më kryes po të ngushtoj më shumë. Po të falenderojmë, Allahu shpërblet për kohën edhe durimin e ligjëratës, dorë Zotit të kohën e edhe herave tjera. Inshallah, Allah shpërblet, Allah i dhosh mira dunjën e ahiret. Amin. Qëndrojmë ne në takomi edhe sot një javë me emisionet tonë të rregullt, deri atëherë selam aleikum dhe mirëmbëjtje.